Emisioni Jet o Jet me Jeton Zogjanin për krahët nga Top Store, Dyba Metal, Scantek, Lejza, Rimida, Agrion, Ciao Berto, Corona Dent, Mobileria Graniti, Bavaria, Crestlight, Union Fly dhe Spitali Lindja. Mirë mbrëma, jemi rikëthy me emisionin e radhës dhe më me thonë kështu me plot gojë prej kur kom fillu këtë emision. Sonte kam një mysafir super të veçantë edhe është mirë zakonisht në këto emisione edhe në secilin prezantim televiziv para se me fillu, mi thonë faleminderit për krejt që ka ke bo që ne sot t'jem të lirë. E fill mas kësaj vjen tani pjesa tjetër për të dëshiru mirë se ardhje. General, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesë. Nuk ta thash me qëllim se besoj që pse do të më ta thonë emrin ty, kur më nuk është e nevojshme. Menoj që është e mjaftueshme kur thua general dhe kur të shijer ndalje, vërtet, ajo çka është dashur me thonë flasin veprat e tuaja. Edhe njerë faleminderit. Dërshosh. Ndoshta për emën, si shbo keq, unë mendoj se general gradat shkojnë e vinë, emni jetë. Gradat dhe titujt mundën ka herë dhe me i prish personi vetë, emni, prap jetë. Por nëse si pamje, si kësu kushet, atër kuptoj. Me se jem të emri, qështë do të kujtohet mas 50 vjetëve emri general Nasim Haradinaj? Mas 50 vjetë? Mas 50 vjetëve, tash mo. Përka historia, unë e thëme mrapsht se si kujtojmë në njerëzit, që unë mendoj do të me nërru qasje, me fillu njerëz me vlerësu sa në gjallë, unë të i tash ne po dëshmojmë që pëjdojmë vetëm vdekurit. Vetëm vdekurit? Vetëm vdekurit pëjdojmë. Vetëm vdekurit po guxojmë i levdu, sepse në një farë mënyre po presim që ata të vdekurit nuk kanë zo me i kritiku këta të gjallët që i levdojnë, ose nuk mu i proteston, sepse unë po t'isha i gjallë, nuk do të leja që dikush as me madhështu. As me më livdu, se do të kishfy. Ndaj, ndoshta, kjo është ajo vetija kurse. Une pështine ta shtu me mënu dhe shka shumë ma. Shqiqa, thonja, Serbet, sepse do misioni po më thonë mësë që thuj, po unë pe thonë shkit, sepse ashtu po mendojnë për ne janë dhe si shkit. Thojnë se shqiptari i mirë është vetëm i vdekur. Ku këshymë kronologikisht tash, se si flasim, po që edhe për luftën e fundit, për djemë të fundit. Dhe thot ne shokë që në konë bashkë me tjetër që ka vdek, ato e ngritin pedestal që e ka merit, sepse dire s'ka që ka e për të sublimes, mirë po dhe shoku i ti që është dhe bashkë me to dhe nuk ka mujt me përcaktu se ku do të godet plumi, a i na duket sikur s'është kërkushi, kështu që një farë mënyrë e dojmë vetët vdekur, për ndryshë s'është kur gjë puna ti. Dhe kem fillu shoket e atyre që të jenë vdek, krah për krah që janë plagos, ose kemi një shok që ka plagë shumë ma shumë të marrë sa i tjetër që ka vdek, po që se plagë ka konë vdek i pruse, ne në një farë mënyrë nuk di me respektu, nuk e vlerësoj. Të gjallët. Po, si të gjallët. Por ja që uroj breziri do të mësot me respektu, breziri do të mësot me vlerësu drejt, dhe të pak të nëse kur gjonë nuk është me vlerësu drejt, shë veç të adin dhe shka. Serbet, shqiptari i mirë i thojnë vetëm shqiptarit vdekun. Për te i kësaj, general, a keni menu që do të vije kjo ditë, do të ndodhë shqirimi, do të bënë këtë këto që ka u bënë, edhe të kryohet këtë kjo situatë
të bëhet këtë kjo zëllamahi, të krijohet këtë kjo gjykat, të sulën dhe të vërsulën drejtim të çlirimtarëve. A ke besu këto në ditën e parë të çlirimit të veni? Jo. Si fillim, ne kem besu në lirin tonë, flasë ku kem fillu veprimtari, me ato që kem dëgju në familje, me babë, me veprimtari që kem pas, flasë para të të njëtë, se ne kem fillu pra të të njëtë në veç ohetu kush jem, se e burgos, po që ajo nuk mund të quhet sukses, ajo një farë mënyrë është një mos sukses i ilegales, sepse sukses ka qenë të mos zbulohemi. Mos më ra. Po, pra, mos zbulu, se me mujtë me vepru sa ma shumë. Po ja që se edhe zbulimi, pas da i ka vetit e veta që ndresa këtu që jonë gjanat cilat prap kontribon. Ne ke menu që është rrugë e drejtë dhe pa tjetër liria nga dhënjen. Po të menojmë që do të me mëri këtu, sepse flasim, tash po flasim qërisht, ne nuk ke menu zgjidhjen tonë republikë. Ne ke menu për te republikë, dhe që Kosova o bo për te republikë. Se ke pas shumë lëvizje ilegale që ka nuk vetëm si republikë, brana kuadet Jugoslavisë, kështu. Po grupi janë ka qenë grupi janë dhe veprimtaria janë është veprimtaria e vazhdimësia me tush Krasniqit. Kështu që ne kemë pas për te republike dhe në bashkim. Që do të shlirohem pa pas këtë bindje që dhe të drejten për shlirim edhe për liri, të së mund është asë më konë konsugencë në luftën për... Po që do të apres lirin, nuk e kom logarit. Po se cilë djallë që unë e njëm, nuk në konë të interesun me e prit vetë lirin. Në konë të interesun me e pru lirin, me çdo çmim që oftë me jetën. Kështu që në atë farë mënyrë ne nuk e ditë kush do të pështon e kush do të jetë, por ke menu që ai që do të jetë, dhe kur Kosovës vjen aty për çka u luftu, nuk do ndodh kjo që po thuti dhe është e pa me imagjinueshme që mund të ndodhë diçka e tillë. Dhe e pa imagjinueshme, flas vetëm për periudhën e fundit luftës kur njerëzit filluan mu kthyen nga Shqipëria. Që i komunisti thonë se tash mas në farë mënyrë do të jetojë më nguri bashkë, do të falen gjithë, se shqiptarët kanë falë çdo herë. So dash me falë, fatkeqësisht do dash me falë. E mirë është mos më bëla as me falë. Sepse kus falë, do të s'ka ndodhur diçka për me falë, dhe falja ku do të me falë, ka ndodhur diçka që do të me falë, ajo që ka ndodhur për me falë është e keqe. Kështu që ke menuar që ne do të përloham aty, do ta marrim lirin e merituar, do ta marrim lirin e shumë paguar, jo me gjakun e fundet, sepse do përmendojnë që vetëm ky gjaku i fundet dhe këtu bëjnë llogarit gabimisht. Liria u pagu me 100 vite. Vdekjet shqiptarët janë rrej, janë torturu, janë për gjak, kanë vujt, kanë qajt, janë përdhunu, janë masakru, janë leqit, i kanë shtia dhe mes veti, për qa, dhe që gjitha këtu do të arsytohen në një farë mënyrë me robrin, sepse robria ka dhe këtë detyrë me përqa, me vujt, me të shti, me të rej, okupatori, këtë detyrë ka për bindje për me qeni okupun. Dhe normal si kërëngretës të këto do të më koni i përgatir që do të më ballafaqu me këto, dhe njështë gjithë kanë qenë. Por me kjo do të lirohen, mas lufte do të bëhet diçka që do të fillojnë shtetin, gjeneratari do të kapë situatën dorë, ata të cilët kanë qenë pjesë dhe fajt, do të kuptojnë që më në fund, liria cilët ata kanë mendu që s'vjen kur, ata cilët kanë mendu që këtë Jugosllavi s'mund të rrëzon kush, e kanë pa që u rrëzu, dhe unë kom mendu që ata do të reflektojnë, dhe do të fillojnë me punu për të mirën në Kosovës, dhe aftësitë e tyre, edhe intelektuale, kapacitetet e tyre njerëzore do të bëjnë të mirën në Kosovës, në të mirë të cilën ndoshta nuk ka kontribu 100%, por që unë menoj edhe aty nuk ka konvenu, dhe sot për egzojnë këtë lirin. General, me ju është problem me planifikua misionin ka ku me shku rjedha, sepse ju qelni shumë tema dhe a menoni që krejtë ta që i përmendet, se sidomos ta që nuk kanë besu, a menoni që rrugës i kemi bo dhe na do gabime që se kemi bo po e zëm ligjin për ilustracion, sepse ligji për ilustracion nashta i kish identifiku me zë figur, sepse duke qenë të shantazhum nga pala për cilën kanë punu, a mendoni që e kanë vazhdu punën edhe me tutje. Si kur të kishë ndodhë ligji për ilustracion, atër ish po kush qka tek, edhe ma ata ishin ndonjë si përfaqe edhe s'kishin mujtë mu shantazhu. Ne kem pas një iniciativë një herë në parlament nga Najt Hasani, e cila është refuzu kategorikisht nga shokët e tij. Nga shokët tanë të luft, fatkeqësisht. Pse?
ta shonë për çka dhe kom rezonu këtë punë paku ne. Dhe unë mendoj që... Ose në vija trasha, ose në vija tolla. Unë e flasë vija trasha, vija tolla, se kom derë të atë punë heqë edhe me emna munda me folë për shumë. Unë mendoj që kanë gabu shumë, po të pakte nëse s'kanë mujtë me bo ilustracionin për cilën unë mendoj që se kanë bo, o do është të bojnë ligjin për mbrojtjen e vlerat luftës. Ligjë ma i butë, po që tani e tutje, një farë mënyrë të bëhet një farë amnestie vogël, po që tani e tutje të pakten mos fym ato që kem shtet, ato që gëzojmë dhe në ato cilën po thirem. Ligjë ilustracionit unë tutna që për aty në njerëzve që e kundërshtu në ajitin, për flasë me emën. Kalëza më besë vish mu. Pa besë, ishme të kazoj haptat me një këtë dyja. Mos i shumë dalë shumë. Këtë dyja që për të kazoj, përës ma para pri, se atje kom e dalë, për të ku po dëndi. Unë më nëjë që kënë unë që kanë diskutu mirë, në del ka i shpion në të zakë, në dojë, në i lakë, në kushërin, në mikë, edhe kanë bo planat e qka me bo jesin pakta, po jesim në prapë shumë. Sepse ky mendimi ka o shumica, është ajo ku fitun krahë pajësor, të kujtohet me 7% Erdhen këta, ku shka bojmë na, të gjithë përzi atë bashkohëm, se bashkë bua ma mirë, demokracinë e shfrytëzun edhe e në mujten. Po dhe mirë në kanë bua, aty pse? Në mujten sepse na i mësum për çdo periudhë të i falë. Vetëm, nëse unë e këqyrim veç familjarisht, nëse në këqyrim që kem falë, në 5 breza do është të falë. 5 breza në kanë shpionu, 5 breza jem torturu, 5 breza jem i vra, 5 breza kemi falë. E krymë faljen, që unë mendoj që ka qenë ndër faljet ma madhështore, edhe pse ka pas titullin hakmarja të gjakmarja, unë mendoj që ajo ka qenë për unitet, që prap jo në iniciator të burgosit politik, e ngajtën të shë, dhe do la nga roqa dhe parashutista me more, për shkujt ashtë edhe libra për pajtimin e gjaqa, shkrujnë ka pak, po për ka pak, për rajnë ka shumë, për shkrujnë ka shumë, dyjat për rajnë ka shumë, edhe gjithmonë na jo mendin dalin një fotografi ku dalaj. Është lu në rëllë heq koha ku është, apetit se atje a i lisi jo i 100 vjeq. Po lisi s'duke aty. Po dhe nga të lisi duke që ko që i 100 vjetë aty, po nuk është ashtu. Po ja që edhe ne, shëqa, a do të me ditë faj ku sak, për të thëmë unë e kom thonë privatisht. Shqiptarët kanë me bo këthes në të mire në dhëvët, kur kanë gudzim, forcë dhe vullnet me nga të regu se kush është heroi. Cili është dëshmori, cili është patrioti. Historikisht ne kem gabim. Nëse kem patriot Lojzh Gurakuqin, Hasan Prishtin, Bayram Cullin, Avni Rustenin, a i kem patriot? Po, mirë, e ta shqysh patriot, a me zogën si i vrau. Se kem a me zogën bust ngritën. E kem Canabek Kryzim, i kem gjithë që ne i kanë vra, në tash heroj, i kem edhe vrasin, edhe të vranin. Ne duhet njëre për gjithmonë. Të definojmë. Nuk po du me përcaktu cili është. Po vetëm ta kem modelin se cili është adhetari dhe cili është heroj dhe cili është armiku. Vetëm kaq. Si e definojmë qëta? Historia jonë do të shkuat drejt. Mund tjetë e dhimshme. Po që nëse vendosim që shqiptarë, që model t'i kem kryezit, tipat e zogut e këta, e shën heroj këta tjertë, po në regull, na duket edhe më shumë, po që për vendosi për andës që këta e tipat. Nëse heroj të këti kombi janë ata që kanë bashkëpunuar për Serbi, ata që për Serbin kanë vra djem, ata që kanë vra shlirimtarët, ata që kanë vra shlirimtarët e mashtashit, dhe ata cilët gëzohen që shlirimtarët të qojmë edhe në hagë atje, po në regull dhe tjetë kjo modeli janë edhe që për vendosim kjo modeli edhe po përcaktojmë njërë për gjithmonë. General. Këtu ke problemin. Gjithë e dim që nuk o qashtu. Po gjithë heshtim se po do ma qetë, ma mirë. Po nëse flitet se unë, atër, po na kryon përqamje, kjo po na kryon kësi, po nuk mundës mi bo bashkë, zbohen bashkë, ujë dhe vaj nuk bohen bashkë. Nuk përzien. Na e nesëm prej mas luftës e knej, po shkove dhe në Hagë, edhe mënyra që u arestove, mënyra u bo një loj, si me thonë, më kujtu një i më shumë aty kur ka lej, tha, të motivoj, ta më së dërza.
Unë nuk e një ata, falenderoj kështu. Edhe më tha mos u dërzo, dhe jo krijoj problema tyne që se alëshojshin rrugën kish 2 fëmijë në dorë. Dhe në një farë mënyre, parë tha mos u dërzo, po më duket që ma ka lexuar mendin se se kisha plan as më dërzu. Nuk i kisha plan më dërzu, e kisha plan me i pru ata para aktit kryen, qoftë edhe në ndoshta në më të keqen. Unë më koni përgatitun sepse e kom ditë sakt që jam ka lypi. E kom ditë sakt çka do ky popull me pa që du të me bo, dhe kom ditë sakt ku du të më kallëzu edhe organet tona të qeverisëse, se ku është gjendja faktike e këtij shteti. Jo ajo liria, ajo kodore të këmishat e bardha. Ajo konë shumë interesant që ti se pranove në një formë dorëzimin të Euleksi. Kur se kisha pranu? Kur i kisha detyruar më mbra, dhe ju kom thonë. Ju kom thonë se ju detyroj më mbra. Ju kom thonë gjuhën suedeze aty në që njën ishte, sepse u prezentu ma heret ku ka qenë si suedez. Ju kom thonë që detyroj më mbra. Ajo ka një moment shumë emocionus edhe për neve që e kemi pa prej televizionit, saher që e kujtoj në gjallë emocion. Dërsa unë e kom pas emocionet emocionuse mranda në kerrin e policisë Kosovës, ku i kom pa polis të i kajtë. Dhe të një vetën të ligë, dhe të një vetën shumë të ligë që përbojnë këtë veprem. Dhe unë të ngushluat atë të thonë një krenar, unë po një krenar me ju, edhe mjafton që kaqë. Unë mendoj qaj o kone ai qasti ku njerëzve do të më thonë se është një moment ku kanë edhe anglesh dhe s'po du me hiu enough është enough, ha? Mjafto. Mjafto, dhe ishtë tepër dhe në fundit jo gjithçka do të me përbi. Se në fundit i ki bërë gjakët që o dek, i ki bërë shokëve që s'jon gjallë, dhe ata kush do ka vdekë dhe po të kisha vdekë edhe unë më koni kësushëm që shokët e mi e vazhdojnë qatë rrugë dhe mojnë pak në qatë qëndrëm dhe qatë karakter. Ku logarit, ku njerëz, karakterët forta që duket kjo që ka bunë, e kanë mojnë ku në ishë Jugoslavisë, ku ka kërësit Huni, ku ka kërësit Dejaki, ku e leqit, ku e re, ku e masakru. Të pakten, komenu që do të mja qirë mosken, asa e lirije të rrejshme që përmenojnë që jemi dhe e kemë. General, përfundove në Hagë, atje e gjetën një pjesë të shokëve? Jo, ata më kanë gjetë mu. Atje kom gjetë vetëm calin, atje kom gjetë vetëm calin e hysin, se në fakt mu hysin e kanë arrestu predit, po mu s'kanë mujtë më më qua atë natë, e hysin e kanë qua qatë ditë. Po, sakt. Se gjithë ngatrojnë a pak qitë pjesë, e ngatrojnë, e vërtet. Edhe, kur i solën, si ke qaj moment, se është shumë rëndësi, po me nej, mas nej është një gjaj interesant që kanë arë për pozita gëgjatë të rëndësishme, edhe ndryshimi nga një pozicion nga i pari vendit në një qeli, nga një kryetar kuvendi, kryetar partije, ish kryetar kuvendi, një deputet Shushtregja. është një simbolike keqe, po të thëmë drejtën shqit sa interesant është. Le që kanë arë në qeli, po për shembull presidenti i vendit ty të ka arë në qelin ku ka qenë Shesheli. Në të njëjtin vend? Në të njëjtin vend. Në të njëjtin qeli? Në të njëjtin qeli. E këto se ke thonë ajkon? Sepse Shesheli kish pas 2 qeli. Njënën për dokument dhe njënën ka i Baca Jakub, në dytën Hashimi. Do të në 2 qeliat e Sheshelit janë Jakub Krasniqi, Sheshelit kuptim ku ka ndaj Shesheli, Jakub Krasniqi dhe Hashim Shathi. Thaqi, do të nishi edhe 2shi. Qysh ke qaj moment? Po menaj, është e fështirë tash mu përshkru me fla. Ne qatë ku në pëtën pru Reteken, dhe shishën vetëm Reteken. Dhe ne kem po ku dal Hashimi dhe ka unë dëreqje. Dhe ditëm që po vinë. Pastaj ata i murën masat pak edhe pëse ishte në pavion tjetër, ishte në pavion tjetër, në repart tjetër. Por ku pronë që po vinë, në të rikujmë dalë shëtitje, kem këshyrë kush përna, këshyrë prej drejtare, sepse ishte drejtare të kraj tjetër, dhe kanë dalë. Jakupi, Regja, Hashimi, Kadria, tonë kanë dalë, na fillu me kënu, e kem kënu marshin në uqekes, kem kënu kongë patriotikën të shëtit. Edhe të shëtë madhe që ishim duhet, në thëshin mësë që qëni duhet, mësë komunikoni me ta mirë, po edhe ta dershin drejtare dhe u komunikojshim
unë mund është mi dhonë kurajo që më s'kini dherë në regullo këtu. E dishim na që, po që Jakub ka përvoj, po ata tjerë du kanë pas përvoj burgu dhe atë burgin figurativ, me nojësha që mos po i molis, po të shë u shgenjeva, që në fakt u shgenjeva për të mirë, sepse pas taj ku takum me ta mas 12 dite, sepse ishte kua pandemisë, duke më kry... Apo me pas e kua distancë. karantinës. Po. Dhe ku na bashkun bashkë, do thot, unë shgenjeva për të mirë, si të mos me ashimin, me këta që kishin pozicione, për që që janë pak ma, pëtin, ma të lasë druni krim, për ashtë që, farë fa, po, jam shgenju për të mirë. Kanë qëndru burnisht, e kanë pranu në të kuptimin normal, me një krenari që ata, në fundit pashime patoner, për da, nësë nga bërgos në, në mendin e shpirtis, mu nga bërgos e ta, fundit, kjo është e janja. Edhe ashtu dole, nuk është veç që e tha, po edhe e demonstroj ka ashtu që regullisht. Unë isha knoqën, si përvoj që kisha për Gaburgë, isha i knoqën që nuk ka nevoj me motivu diçka ma shumë, me dhonë gajret, si tojnë, po ja. Në më në që shie qaj hashimi, është dhe atje... Jo, perte. O perte, është perte. Jo, perte. Në më në din me... Janë perte asaj që ka njerës mundë mi pramenu. Lërgë perte. Se me gjitha të... Karakterit, sjelljes, do të të asë nisan s'ka ndikute të nervoza, s'ka ndikute ajo humbja shpresë, asë nisan, për kuna që. Edhe atje ka një loj organizimi, një farë një... Jo organizim në kuptimin, aty nuk më nëshme organizu me thonë, hajde po dalëm sonde, po me gjitha të një nej, një muhabet, një... Ka ty ka nej, ka diskutime, ka një organizim, ka diskutime rrëth edhe qëndrimit në gjëkat, ka diskutime edhe rrëth se si po majmë, çfarë qëndrimi po majmë, ka diskutim si do të majmë me personeli, ka qëndrim si do të majmë me vendimit e gjëkat, sepse janë mos harro se atje nuk ka tortur, po ka dhunë psikologjike shumë ma të fort, po të thëmë se në burgjet e Jugosllave që më konë, sepse unë i një dyjat. Se aty mundohen me ta fy krenarin. Në burgjet e Jugosllave ti e torturu, je lëmit, je shkullëm, po ti në brendije një që e krenare, që ashtu edhe i rejën edhe qalamitun. E këtu atje ta thejnë shpirtin. Atje ta thejnë shpirtin edhe ti, ai personi që vjen me më pa në vizit, ai për shembull, ata kanë qenë me na pa me shpirt thyn. Po nuk, po të thëmë aty diskutohet që shoku t'i jep moral, për konazi, unë mendoj që asë një aty nuk o i thynë shpirtnisht. Na kanë lëndu ku kanë do të salin. Dhe është taj që e paten marë, ose përshemë na kanë lëndu ku e në mundu me i bo presion Pjetër Shalës, që përshëndes. Pjetërin janë mundu edhe me vequ si të fesë katolike. Dalu edhe në këta aspekt. Jo, po që po Pjetër s'ka lëshu penat për ima, unë i pjeku në atë punë. Për te i këtyne, për te i... Logarit që kur shkojnë. Dhe që aty e qojnë. Për te i kësaj, për shembull, a ka doktor mrena, a ka diçka që... Sepse me kalimin e kohës, pak më mund... Ka mjek, po në fillim, po të kalzoj mjek nuk jënë lodhë fort. Nuk jënë lodhë fort në atë kuptimin e kohës pritjes, ke pas rastin e calit me dhëmë, ku ka pashti baragu, ka baragu hashime, ke baragu gjithë ne, që ku një dhim të elam 4-5 dit, dhim të dhëmit, të menu të arsitu që jo vikend, jo së vikend, pastaj, të shkom që me një familja, po e din familja, pe e thëmë për opinionin, të ku që unë janë zare 4 dhëmë për i dit. 4 dhëmë për i dit? Po, 4 dhëmë për i dit. Unë nuk e din pikpamje shkencore sa është, por në din pikpamje për këthysit në studi ku e mkunë, ku vetëm raste urgjente, në raste të emergjensë, me buan me operacioni, se 4 dhëmë kurs ka pranu një mjek mi hek. Ose me anestezën total? Po thash, vetëm emergjenca o dishka tjetër, që du të më kone në aksidenta dishka. 4 dhëmë prej dhe tja ka nek. Ka hek djali, ka 4 ditë s'ka mujtë mu që për shtratit. Ta shpika të zëtu që ka kalu të sali, edhe një më sigur që familja ti e din, po nuk besojnë ta, nuk ja ka nek dhëmë me dhunë, po kjo ka shku me lypë shërim. U drejtu doktori. I ka dhëmë bo një krejt loqit më në tokë shërim. Se lujta meq. Po si jepshin kur gjome, as hapa, as kur gjë. I jepshin alvedon, as paracetamol. Paracetamol, as i sa në tjetë. Po ka ndodhë. Jemi të Haga edhe Haga është temë
mos me thonë themra akilit për këtë vend. Puna ushqimit, puna sepse menaj që edhe unë si tash këtë rasim ka të ngaj si shikus. Mënyra të ushqyrit, që shukon? A ka rrezik general? A ka rrezik sepse ka një deklarat prej Shtetet Bashkuara të Amerikës, a ka një gjas për shembull me shku edhe deri te më e keqja te helmimi, a ka mundësi më bën një gjë tillë? Shiqo, unë ku të fuli për bukën, ke pas probleme dhe aty ankesat bukës, po a besoni na vduf ke mu kursy mos mu anku shumë për bukë, sikur që po del gjaja kryesore primore kem hen. Aty ne nuk kem shku me hongër mirë. As prese me hongër mirë, as kem shku për he, aty kuptimin e me lyp standard dhe he. Po kem lyp minimalin e minimalin që duhet një person me pas. Ajo ushqim është ushqim i konzervum. I gjithë? I gjithë është ushqim i konzervum, edhe buka është e ngrit e pastaj shkrihet. Në to farë. Origjina? Origjina kineze. Origjina është kineze. Origjinën e kemi kineze. Sidomos të ushqimet krejt janë kineze. Krejt ambalazha kineze, në kuptimin, konelt e kanë etiketën, që shkruan kalorit, sa kalori ka, këtë për ato. Po, ato ambalazhat që janë do si celofan, janë do si pjakat plastik, po ato hinë, nëzehen i binë me do të pjata nëzehen, po janë ushqimi ngrit, që qitet e nëzehen dhe pastaj na i binë e servojnë. Që shka mundësi në Hollandë të ushqim kinez? Po është ma i liri. Besoj është ma i liri. Edhe kjo po thotë që është njëna për arsye? Po unë nuk e di, këtu nuk ka marrë ma që këtu se ando, unë mendoj këtu se ando dash mi këshyrë këta që kanë bu kontratën, Kosova që po thotë ka bu kontratë. Se Kosova ka bu kontratë me atë të... Më duket që kanë pa bu i kontratë, diçka tash, ata po thotë një gjykatë e Kosovës. Thuhet? Po nëse thuhet pakten diçka be letë ka zonë cila Kosovës, be letë fshinet, ose pastrimet, ose... Nështë kjo temë ka interesant edhe më ngritë shoqërinë tonë, më këshyrë ka është origjina ushqimit, sepse në përmes ushqimit mundet edhe me ndodhë... A unë s'po du me ndërtu konspiracion... Me gjithatë, ta shkure kena për asyri një gjukatë... Po edhe nëse s'ndodhë asë një sanë, po thëmë se atë ushqim nuk e hajnë. A nuk e hajnë? Jo, prandaj kushton shumë. E bilemja që e blejnë vetë, e përgatit e ushqimit është shumë është trajtë. Njështë nuk e ka një idenë. Unë e vetë përkallëzoj për sakom në 30, për 34 mujë që përbjen, për 34 mujë, unë e komagjitë, veç ushqim, 32.000 euro. Veç ushqim? Veç ushqim. No, o do është më blenë Hollandë, normal? Aty bletë, po bletë në Hollandë vjenë. Po edhe në atë ushqim, mënoj që në 32.000 eurosh, mi kanë vjetë 4.000 euro. I kanë vjetë? Për person. Gjysa burgit ku e mankuna i kem pas ka 1.800 dhe 2.200 euro të vjedhme. Të vjedhme? Të vjedhme. Dhe më në një ven ku për logaritës që duhet bëhet drejtësi, atë e vjedhme. Dhe në vend ku drejtësia dhe ku të rujnë me masat më të repta, do të logaritës që burgit më rept, për drejtësi dhe më rept për mësë mendohet dhe qka të vjedhet. Bile, unë u talësha me njoni, nuk unë njoni që shkoj ke loj, o kone përgjesi ekonomik, shkoj ke i shike këto ndeshet e futbolit, dhe ka pasat klubin holandez aty që e dojke, i thësha zakonisht po në vjedhni ku po shkon të mi nëzër biletat për loj. Sa ju konë përgjesi atje, po. Po sa glomë se ju kanë dorë për bileta. Po, përsta të reku i hup ka i farë ekipi dhe që ka hup se ke vjedh shumë. Ke vjedh shumë, je hinë gjuna me neve. Po. Që të mbyllëm shpejt edhe temen e Hagës, ka bot disa kërkesa presidentit Thaçi për me vizitu prindin e vetë që e ka të shtrinë në spital. Pse nuk ndodh, a nuk kanë pak empati edhe për këtë situatë, sepse të ke funit jemi njerëz, edhe në asë një moment s'ka provu me ikë drejtësisë? Qëre, në gjëkat gjithë që ka mund të lypish. 2 sende se ki, drejtësin dhe njerëzoren. Asni sende s'ki heq empatin që ka personeli që personel, aq sa i lejohet me pas, sepse janë edhe ata shumë strikt të kontrollumë.
Unë po dëgjoj tash që i kanë hekë dhe ata që kanë pas empati, ose t'jalojmë empati, që kanë pas vetë dhimë ku t'kanë pas që e smut. Kërë mundum diçka mranda kodrët së ozër që aty në ka leu, i kanë largu. I kanë largu. Kanë pru staf 3. I kanë largu, binë staf 3, telefon, për da ke pas Romon e ke pas drejtori Niko Romon, me shtetësi, që di unë angleza që ama, po Romon, Aleksandr Romon. General, të kthejmë pak të tema shumë e rëndësi. Mas krejt atyne që të ndodhen prej të të njëtës së kënej. Mas nej, ti migrove në Suedi. Po, në vitë 90, mas pajtimit gjaqe, ku fillun pajtimit e gjaqe, unë me 17 prill, do me 17 prill është hera parë ku kanë hi në kishën në Vosels, po edhe të Zlakuqan, ku kanë ardhë hoxha dhe i ke majtë pajtimit e gjaqe në njërë publike. Atërë thëshin i bashkum hoxha dhe preft në kuptimin e të mirës kombit, dhe unë me 17 prill më konë, sepse unë u shpalla në listë për arrest. Edhe ke ku a fundi ku pata pranu më së më dërzu, edhe pse une një muaj e gjysë kom najtë një legale. Është hera e parë që kom najtë jarë matosën. E kom pa vendosë më së më dërzu. Edhe ka ke mënyra që levize për Suedi? Kem levize me një pasaport marru në falë të miku tamë të lavët krus. Edhe unë kom shku dhe në Sloveni. Në Sloveni më kanë përcjellë 2 shokët e mi të legale, së dhe shoqja jeme. Faton Mehmetaj edhe Mustafa Bajramaj. Vitet 90, a ka qenë Slovenia në dame? Ja. Jo, ende ka qenë në Jugoslavia, po ende që atër u fleke, që atër në konë këto demokracia, kjo, Bladina, këto të regjistrunis që në konë këto, që atër u bisedoj, po jo, halos pas ke pas mërime dollë për Jugoslavisë, kjo në nëpytja. Ende ka qenë mrana, ende ka qenë mrana sistemi. Po, mrana sistemi. Se unë në 89-ën, një më konë izolime, një më konë edhe izolun me këta 107 intelektual që unë më konë izolun me gjithë ta, ku në doktor Recep Ismail, atër në atë ku Mamer Shatri, në kjo ekipa që në e patë shë. I patë në morë do ka pak do Jugoslav dvëqin që si do drejtora, si patë që bu ku në pak i murë në ata bi kërstu. Po atër ku një torturë e madhe, ku një torturë kështu kolektive që në kanë pabonë, ku në izolim. Edhe mbritën e Sloveni? Në Sloveni, kom hypë në autobus Adria ka qenë, dhe mu kanë fillu me më pritë në Austri, pe Austri të mas më kanë pritë Naimi. Unë kom pas mundësi vetëm dhe në Austri dhe e moj man, ku kem rrugë shtu e pa ta thy, si ku delke pasaporta, nuk ku delke kjo fotografi që këshim rritë fillu qelë ke këha, se theva fort. Edhe ishtë në autobus, që të thjeshtë edhe në autobus, ta është letë njëftimin ta me kësha në këpucë për fundit shtine. Edhe se kem kësy aty mos shumë tut, se kem kësy Austrinë mos shumë tut. Po të shkoj mirë, Marina unë dhe në Helsingborg në Suedi. Marina dhe me atë autobus. Sa të ra me jetu në Suedi? Suedi kom jetu 8 vjetë. 8 vjetë? Po. Edhe mas këtë tyne tortura, mas këtë tyne... Për një me, ku e gjonë njeri motive në general me orda apet mu balafaqu, se ka njerës që kanë bo përpjekje, kanë tentu edhe, po qështuat edhe në zhargonin popullor, kur të kanë shtinë fallak ata u konda një problem, konë problem u këthy? Shqo, jëmë pak, kem dosandësit veçanta, po na dhe këthimin aty, që ke bo? Në këthimin luft e ke bo, po na me këqyrë hollë nëse ke pas asë një njeri tonë të jetu këtu, as teze, as doj, as holla, as motra, as lot, gjithë jemi konë jashtë. Krejt jashtë. Kështu që dështë të ndonë një, në vëllëtarë që këthy ka pas një vla, një bab, një nonë, që më thonë po këthena, unë që ka pas kërkon të. Po. Do të më të ofërmit, që edhe i kem fakt mas vlazë, më të ofërmit, i kem ramushin këtarë. Mirë po, unë nuk po flasë në luft, po na me ramushin kënë fillu, në kemi ilegale, hale, o pa krish lufta. Kështu që na kemë mëndu që i kemë bërsh vatanit, nuk i kemë bërsh nonës as babës, as tezës, as dojve. Se këni ndërtu këtë punë në rafshin personal. Pas, nuk i, ju mërë se me pa ndërtu rafshin personal, unë e kom mujtë edhe me thonë atë qka, kemë bo balë nëse që kjo së mjafton, unë atë ditë ku kom shurë që përgjë pëtëm, rrugën e mram, neto unë e kom pas 57.000 kruna, që në vlerë sot 5.700 euro, neto. Qa ki punu atje? Kom punu për këthys në 2 gjutë, në gjuhën Shqipe dhe Serbokrate. Atë janë tash do patrota në të thonë Serbokrate, për ka zërë Serbokrate në kom su nish, të re hun. Kështu që dhe ata, ja kom po hajnë, që që, për thëmë një diçka që do këtë po e përmendim. Patriot më ka eduku familja jeme. Famen e patriotizmit, unë mëndoj që më ka dhonë të bashkë të më re.
Belosh i thonje një ku jem hongër një herë mirë me një kolonel, se tha, bën me bisedu unë e ti, flasht kur isha ushtar, a bën me bisedu, tha unë e ti, për me bisedu sinqere, tha nësë mundë me bisedu si 2 meq. A bën me bisedu, tha si 2 arë meq. Tha sepse a di që ka menojnë? Tha, nga ti, unë pe thomë Shqip, nga thmija tha kanë prodhu heroj ata, që të kanë rej shumë, tha shumë e vërtet. Shtu që po thomë, është interesant, mu nështë atë të rinë edhe dashurin normal që më ka thonë prindi dhe në leximit. Nuk muna me hekit pjesë e leximit, po normal literaturë që më kanë fru njështë e mi, prapë, se le edhe për të rëkun edhe leximi ilegal disa vëqenë. E dyta edhe këj leximi normal që këbot jep një orit për gjeshme të ishe historinë këto. Por nështë ta këtë dozën e i natit më shty edhe më bëp të njofshë me patriot, ka bo dajaki, huni, e tortura që i këmë kërë represalit. Zullumi. Dhe ma ka nështu intensitetin që unë me kundërshtu ma fort me reagu, dhe inercioni për kundërreagim. Por, këj popullu ke mundu, dyqesh edhe me më fik, u përgatitin me mbledhe toka, u përgatitin me shrit në krejt, se ne kem qenë familje shumë e poste. Mja mbledhe prona. Nësë harra, ne kem konë familja ma poste e dëqanit. Do thot na, para në burg, baba jam ka mjellë kush e din 3 hektarë speca, 18 hektarë pa gjashiqere, 3 furra, me ka 5 o gjatë që e thonë tulla, dhe 2 dhe 3 furra gëlqeres. Kem pas do thot 40 dhe 50 punëtorë sezonal, të regullt. Dhe më konë ndër njështë matë pasën, plus a i ka qenë arshiptarë, do thot, në atë kohë kem pas kamion, kërë, traktor. Kështu që ne më konë një familje që ke pas të natë mira, të na. Edhe njështë s'mushin mi kuptu që kanë këta të natë mira. Ka në qupesh. Po, edhe thëshin, se faja i ka qupesh. Se faja. S'mu e acceptojshin që duhet me kundërshtu. Pra ndajnë për ishot do probleme këtu, po mënojnë që që tra ato në pak nuk duhet me kundërshtu ku që se më prishet hesapi. Njështë nuk mundon mi logarit të mirën e vendit me hesapet që shë ki ti mirën në shpe. Se hesapi ka erë është mirë, vendit i bën mirë të e më se këshyrë t'i veç hesapin tonë që të bjenë mirë. Vish logaritet të uja. Dërsa me pasëni, ndërkohë mbeshin shpeshë për rështetë, ka pas zona ku kanë thonë edhe me hek krejt. Me hek për katunit më rëllose. Jo me leqitë, kanë pa kryjt leqitë, po me na hek për katunit se ndalo dhe hade mere policia për ditë të kështë. Edhe një farë mënyrë vendosë për dalë së dhja t'jem bune edhe me pare. Sepse më kanë pas në lune, unë gruja krejt, në ke pas në lune në punë kur mos me hi. Kur? Në punë shtetit, kurresh. Kështu që ati që ka bo e mirë kështu. Mësuri së di hina për e të parë në punë. Hina në punë ku ka shumë të pagunë. Të më konë dërmat pagunë. Do të mu ka pagu prej orë 7, dhe nënë brome mu ka pagu ora ku kom najtë, ora për këthimi të enkas, kilometrat mu kanë pagu, do të vetëm ora buks, pauza buks 1 orë edhe i gjysore. Do të veç 1 orë e gjysë nuk ka pagu në këtë dometash. Të në kohën të pagu. Krejt të pagu. Në kere, të mirat, shtetit, se kom pullu për shtetin, në përkëthy që më konë i organë shtetone, do të jentit për azel. Kështu që në për spitalet, në avokatura, në gjygje, këtë kohë kom pa aty. Në kisha, besa, që shkoshin shqiptarë të më shefshin edhe në kisha për me morë letrat. Edhe mu kanë pagu, shumë mu kanë pagu. Kështu që edhe para, më bonë edhe me pare. Me tona. Me tanat mirë. Edhe ku këtheva kënaja, për din jo më gjeni, edhe sot që aty një ka darë më abletokër, kur ta qesin, unë nuk i vesë mos sa bënë. Veç ashet, unë ja ble apet. Apenini? Po. Në më donë ofertën e keni kanë, qenë. hazër e kanë. Hazër e Edhe ata mu më kishin vetë, a bënë ma lirë, kështu unë i hesi vetë, sa të thujtë. Veç ashesin. General, për te i ketë kësaj, sfidat e juja, për një men nuk kanë reshtur deri kur ti u lirove nga Haga, por që një cikël emisionesh u shfaqen disa njerëz të cilët pak na i rikëthyn atë kohën edhe nga mënyra komunikimit, edhe nga aja që shfëllshin. Ne që i kemi përjetu këto sisteme, e kisha parasysh që qatë shumë është indoktrinu sistemi atëherë shumë të tatë, që edhe sot nuk ishin mujt me bo atë kalim.
Në shumë të në rastëve që i ka pyet moderatori, kanë thonë që viktimat kanë thonë që i kanë falë. I kanë falë, si me thonë, ata të cilët kanë ushtru torturë. A menon që i kanë falë vërtet? Apo veç e kanë thonë që ashtu sa për një... Unë e përmendja kjo falja nuk është bo në atë kuptimin personal. Faljet jënë bo për të mirën e vendit. Se na e diskutu ma herët, po tani falja e përgjithshme e shpjegove, sakë. Po falja, për shembull, si rasti me Metlosit, për exempel. Qysh mënet mja falë njeri, për shembull, unë s'po thamë mu hakë marë. Kuptoj, krejt, që ta shpjegoj? Që ta shpjegoj se ka... Qysh mund mja falë një njeri që në moshën rinore, për shembull, ka këshyrë në secilën formë më të shkatru si individ. E kur, qasë ma shumë kur vije nga pala e shqiptarit. Unë e mendoj kështu. Falja adhvon në atë kuptimin figurativ sepse ka marë krah, o bo palë. Ajo bo palë me Titën, me Shkit, me Jugoslavinë. Na jem konë palë me Lirin, me shtetin, me shqiptarin. Dhe në këtë kuptim, në pikpamjet lojës, pa marë parasysh torturat, në pikpamjet lojës, a i ka qenë palë. E kje që është tash dhe mas lufta, ne llogaritëm se shteti janë do t'i kry ato pjesë të vetë. Do të thirë të pakten, nuk thomas me i vra, s'thomas me na torturu si ne, s'thomas me i pushkatu, s'thomas me i denu me vite, se ne ka thonë shko, na vishpja jone kemi 60 vite, na 600 kusur vjetë i ka vish grupit dhe Qanit, që i ka thonë babaj këti moderatorit, Flamur Kelmendi, babaj Adratikut. 600 kusur vjetë i kem grupit dhe Qanit bërg. Vish grupit dhe Qanit, pa grupit e pesit të tërë. Po, flastu, tash asmit dhe nuk ashtë. Po të pak të komar që i merë dhe në fundit i cilëson si bashkëpunëtor të regjimit, ose hiqë për bashkëpunëtor, dasha mirë të regjimit të tjesë. Dhe unë mendoj që këtu ne ishim në regull, s'ka nevoj këtu falje. Ne s'kem nevoj me i falë Shkit që na kanë vra. Në luft flasë. Kem luftu, i kem vra, ne kanë vra, i kem mujtë, së në të falën kur, së në dënun, mësë më konë kur më në Kosovë. Pse me falë? Po na shpresum që edhe këta do të dënun që kur më në organet vitale të shtetit. Llogarit tash me Meloci. Unë mendoj që shumë krim më i vogël është i me Melocit që na ka torturuar ne. Krimi i madh me Melocit është dhe kriminaliteti i tij vërtetot ku thot kam ndërtu shërbimin e sekret të Ibrahim Rugos. Dhe tash pyes si ndjen ta burra me këtë shërbim. Shërbimin sekret. Po. Shërbimin informativ do thot të Ibrahim Rugos, le të kështë përmenda ka shkruar librin. Dhe tash unë i pyes si ndjen jo këta burra, po si ndjen edhe unë. Sonim qytetari i Kosovës. Dhe tash unë e di esencën, gjenezën e vrasjeve politike e me ngjyros në aknej e uniformat e kaltra që u veshin dikur sigurime atë dhe që u qytë. Këtu o krybi. Që nuk është krejt i pa qëllimshëm. Ka mund do një pavedishëm të mënu që përbët dishka për Kosovën, por asë nisan ku të prinet mësën me Meloci në cilin do shërbim koftkon ai, aty sen të mirë nuk ka. Me që jem të me Meloci edhe një pytje, thuhet, unë nuk kam fakt se kom po, që ka marrë dhe certifikate veteranit. A është e vërtet? Me Meloci është propozu me marrë certifikat veteranit dhe ju kanalu, por e ka marrë në kuadër të ministrisë, të mbrojtjes, të qeverisë në kuadër të atyne. Do të aty për cilët ka punu. Kushin atyne, se të qartësojnë aty? Të atyne që nuk kanë luftu për Kosovë dhe konë për anti-Kosovë, sepse kanë pa kriju një ministri të mbrojtjes në egzil ata, që pastaj kur vetë dome në abonim në uqike, dhe pastaj si qartusin njësi erdhen me nashti dhe një, dhe u boj kompromis aty më duket politik, fut ata, fut këta, politikisht dhe në abon i bon hore dhe veterant, edhe e vleftësun, e zben dignitetin e veteranit, me tipat e tillë. Po si pas jush, Mehmet Loci e ka një letër e ka? Mehmet Loci ju ka da e lesë, ju ka dhonë kur. Pasaj, mas e kem botë madhe nja. Se ka fizikisht, dhe më? Ja, se ka fizikisht, se ka. Dhe më është shumë e rëndësi. Edhe thot aty, asë nuk pe edu. Par diçka ka diçka matronë, se thot ato s'muj manualin.
Ka statusin të burgosit politik. Pse është burgos? Po, ka burgos, shqyqa, të gjithë të bashët, një strategji shumë e thjeshtë. Unë përsta të flasë, ku janë shërbimet tona? Një strategji shumë e thjeshtë, për mbjetesën e këty në të bashkëve, ata e morin i patër burgos, atër si sindikatat e policisë, këshirë gëllboj, kanë pashtin burge ka pa. Dhe me atë dosje tash, ata kanë fitu për herë tesën e patriotizmit burgosit politik. E ato a kanë. E thot edhe në nëpsion, ato s'mu i ma marin. Jo. Ato s'mu i ta marin se ti e i marun për me mbjetu. Dhe me kryjt dhe ty ato atë në fund. Kështë që në pëndoj, se sanë, se konë veteran, se këtu po ditë që ka pas veteran, edhe që se konë korë, po ditë që bu kesh përdrime, po ditë që konë politike. Dësha sulmot organizata e veteranve që kur s'ka gjasa, s'ka gishtë veteranve, organizata e veteranve nuk ka vendos kush mu konë veteran. Ka qenë një komision që kanë pa caktu ata. Dhe që sot hala është në përgjyqe. E cilët herkët në e hranaj. Por problemi është se është maron e konstatusin të burgosit politik. Dhe ato i ka martë Udban, këshyrimir këndi ka shti. Njështë ma pikanti ka shti aty. Ka edhe të tilë që me të vërtet, edhe pse kanë qenë polici, me të vërtet kanë dosh me punu për shtetin. E që i kanë përzin në atë grupë, sukur i përzin në atë kujtojtë kuj qëtën, kishtë veteran të falë, se kishtë kru veteran falë, se kishtë tjilë në Asimaradinin, njëse në asonin, veç me kamuflu. Që është luj. Me përzi pak. Pra ndaj është edhe luj e shkopit Mehmetit, nuk janë gjithë, edhe si në burgosit Mehmeti, edhe kanë asë statut, nuk janë të barabart me Mehmetin. Sepse aty ka edhe njerës që kanë punu në policinë në Kosovës, po që kanë dash me një mu shtetër i Kosovës, që kanë dash me një mu Ledeken, që kanë dash me një mu ajo cila ka thonë jëmë për shtetër i Kosovës. Por, serbet i kanë bu mix mas, që në mesin e këtyne me depërtua këta sot, dhe me mri pas tashaj edhe si themelu, si shërbimit informativ, pas lufte, te Ibrahim Rugos flas, ku flas Ibrahim Rugos, s'kom personalisht, ka flas si pjesë e Ledekes, ose po të thëmë thirë të Ledekes. Dhe Ibrahim Rugos tyben e ka njohtë me Locin. Absolutisht. Pra ndaj asë një faj këto se ka për, i ka aj që ja ka qu Ibrahim Rugos ato. A i ka, edhe a i e din pëse ja ka qu. Ja ka qu për qëllimet e caktume. Jo, ja ka qëllu për qëllime miskine, të këshia. Po, e sa? Asë gjë tjetër. Ky ka realizu detyrën e vetë, a e ka kryja banetin e vetë. Shpejt... Këtu, këtë kuptim, Ibrahim Rugova, si faj se ka ish, jo mi sigur që mi pa dit Ibrahim Rugova ku shaj, typin e kështë lënë atë dhanë, nëse konë kompetencat e tia me largu ose me afru dikon. Nëse konë. Edhe një pytje për luftën shpejt edhe se po ikin shpejt minutat, me juve duhet Big Brother me bo, se emisioni s'mjaftën. U konin ndasi, dhe më thonë, ka qenë ushtria shqerimtore e Kosovës edhe Farku. Ka shumë paqartësi, po menej, flitet e për flitet, për Farkun edhe USHK-n. Si u gjetë kompromisi, si u bo që të shkrijet këtë kjo gjë në një? Unë menoj që... Se edhe sot komandantët, për shemull, jenë të ndikum për kësaj, për shemull, do rështohen të LDK, do rështohen të PDK, të AK... Ta shpegoj. Shqo, nëse këshyrë kështu, unë nuk menoj që ka pas gjatë luftë e ndasi. Ka pas tentim për ndomje. Nuk kemi pse më shefin, ka pas tentim edhe të formimit kolonës 5 në Kosovë. Kolona 5 e din, cilë rol e ka? Janë ata polisë lokal që i patë kryu u Serbia në përfshat i që i patë armatos me Kajrovulli, me kësipor. Këtu ka qenë esenca. Ka qenë edhe tentimi i uzurpimit prej distancën kuptimin anaj, sepse pastaj e gjujnë me, kanë pas që me boj luft të marë parën Shqipni, të marë parën në për Gjermani, të konë oficer i karjerës, por luft jo më konë. I vesht i math? I vesht i math, rogë të mirë. Me rogë? Ja, me dokumente, ta din që konë me rogë. Pastaj keni pendesit i save për i tyne, që hinë në dezertun, e vendosën të thanë atë qëka jem bohorë, prej me jem bohorë, do shta shpirti ty në shtë qa. Edhe o këthynë. E kryjt këtë pjesën pa bozo, pa diskutu, farke, digo, a këta kanë përmenda me në farke, s'kanë guzu me qitë, sa në farke, kur? A s'ka pas stet? Ata në pashin par shpirë ata shpirët e kanë hala, disa kanë Jugoslavin. Po. Edhe po shkinë haptas.
Bili po të regohet godzeshme që kanë aleo programet jugoslave, se aty janë shkollun, aty janë karierën e kanë marrë. Por nuk kanë godzu, as ka në kohë nënë, besa as ka në kohë tjertë me shfaqë ato, për që atë kohë ja. E edhe asë shtrimas që në kohë sa po të regohet, ta shtrimas që për përmenin. Kështu që tash, shumë shok, po vjen keq shumë shok, edhe televizë se kemi do. Që hinë e shfredzun këshem kënë televizë, rrasën e për PDK i thithën të në cuclat, ku i sësën cuclat, anë i shkun me thithë cuclat tjera, ata shjën VV, jën LDK, jo pisheqën për në shqipen. Edhe shka ma keqja, po thojnë tash jemi konë këtu, jemi konë atjeve, po kujtojnë që lufta o bagazh kështu, e merë tje qënë këtë dush, këtë vynë politikë, të e shqit, po. Dhe prandaj, por edhe këtë popull dy që o mësumi rajt, për pranojnë rranën. E bajshin me shnetë. Por e jënë ka provojnë, ta që në ka di shka ka me gjithë. Që kjo është, unë e di shumë njerëz ju kanë gëzu që saj gjikate. Se edhe senca kësaj gjikate do të bishtë të ju mirë. Unë e kom dëgju një lajmë edhe nuk e kam mirë të konfirmuar, gjykata speciale ka bën një lloj sondazhi në Kosovë dhe i ka pyet qytetarët me disa respondent që a jeni të kënaqur nëse ish ushtarët ose othes të luftës të dënohen ka dalë dikon 70 me 30, po nuk e kam të konfirmuar. Unë e kom në idhën këta, po unë mëndoj që nuk o bo kësi pytje. Ose është artikulu pytja në mënyrën... E diga, unë të din se sa jam kuna i kësaj gjykate. Po të me pyt ishte mu direkt, a je për zbulimin e krimeve? Unë thëmë, po. E thë qëndroj, edhe sot. A je për zbulimin e gjitha krimeve? Unë thëmë, po. A je për një verdikt të drejtë të drejtësisë? Unë thëmë, po. A je për përgjësin e marë, që ka qenë në raporto mu zbulu, mu këshyrë, mu surveju? Po. A je për zbulimin e qytën e vrasje politike? Se që tu i kanë mashtru njështë? Po unë thëmë, nëse ka pas vrasje politike, po. Po mas pari me dëshmu si e cilësove politike. Kush ta cilësoj ty politike? Dhe treta, atë vjen marre që manipulove me këto vrasje politike që 20 vjetë. E pikrish që të vrasje, po i thëmë në hapta sot, e po i thëmë nestra, nuk janë lënd e kësaj gjykate, hiq. Hiq. Absolutikisht hiq. Asnjë. Asnjë. E dinaj që ka shku i plagosën atje shka i kanë thonë. E dinaj. E përmene emnin a i vetë, e din ku shkone, edhe shka i kanë thonë. Ka thonë, unë edhe që tu mos folëshar për plagët e mija, i thonë, del, nuk të kap koha. Nuk të kap koha. Ja, se kap ka koha. Dhe a di qka është interesant? është interesant se u malverzu shumë, e ky popull prej me është bombardu. Dhe nëse kjo gjykat, ka gjithë një njëre, ka bon kësi fër pytje, dhe pas ta e këthen që jenë për këtë gjykat, atër ishtë dalë që kur me thonë edhe Nasim Radini ishtë për këtë gjykat. Unë jam, edhe hecët për thomë, unë jam për zbulimin e gjitha vrasje që... Donë është bo pytja me spec në një farforme. Bo pytja me spec, jo bo pytja orientuse, me i që anej ka do të nesën bo pytjet, flasë edhe gjithë bo nesën bo pytjet, pas ta cili bile shqiptar të din, cili shqiptar i përkra krimet. Ska shqiptar... Krimet ja vis... Vetëmi populli janë i jem ata cilet nuk jemi dëshmu edhe ku i kem pas mundësit si kriminell, e të pa shpirt, kur. Pra që ta, populli shqiptar kur s'ka okupu, dikur thot jes ka pas takat, kem pas edhe takat, po dhe ku kem pas takatin, se kemi bo. Nuk i kem pas, unë i kom rastin vetë, unë i kom 7 shkit lëshun. 7? 7. Në zonë në rëbë të lidhën, s'pan gjokë të bonë, sytë, rëmullak tonëve, edhe i kom lëshu. Bile ku i kom morën në ndora s'mi rekur s'ka ku të gju. Kjo është... Edhe din ata. Nuk kemi pas pretendime territoriale nda eskujt. Jo pra, ne kem dash mu shliru dhe me jetu sëkur ata që kanë mënua liria. Me shliru vendin. Dhe me jetu në Kosovë, kush dënë me jetu? Na nuk kem luftu për Kosovë etnikisht pastër. Kush dënë me jetu që njën vetën Kosovën e njën për shtet, dhe tjetan. Ama jo me jetu me hile. Në Kosovën e lirë. Në Kosovën e lirë. Të pavarën, sovranë edhe kur të ka që mu bashku bashkë shqiptarët. Pse jo? General, me datën 9
kënë zgjedhjet në Kosovë dhe populli e la komplet skenën politike në pat potez, kur luajnë shah, kur jesin asane asnej. Me që jemi drejt funit, çka menon, kush me kanë pe bëna i qeveria, duhet me bëna i qeveria me loket këtë farë punë? Për përvojnë që e komune, halo nuk më ka dëshmu dikush. Ose thënë thjesht, a kina i prognoz kush me kanë pe bëna? Po që të ka dhënë kush me kanë. Duke llogarit historikisht që ka ndodhur prej mas lufte. Veç diçka mund të them sakt. As një lider politik. Të janis pej Ibrahim Rugove. Dhe dejnë ma të revën tash Dardar Mulliqe, bën partia marë, jo, është kjo partia Pacollit e dyta, kjo familja. Po lista për familja. Ka lista, po përzojmë që kur të kish fitu. Nuk më ka bind që e ka ngu elektoratin e vetë as njëherë. Do thot këta në të mësun elektoratit as logarimi e dhonë. Sepse kanë, prej me, kanë elektorat po të rgohëm edhe vetë shumë naiv që si lypim përgjësi liderit tonë. Na e votojmë Hasanin, i lypim logarit që se ke votu Hysenit. Ne ka me bërgjë, me në dhonë këtë që ne ka lypë votën, so bërgjë, dhe me në dhonë logarit, kësë në vetë hizbre vetë, veç e shkruan atje, për hirë të adhët dhe Këshilla ndërkombëtare për çështje madhore globale, thu që ka jetë Kosova këthiza a botë, mi thillë Kosova botë, dhe për çështje madhore globale, ne u bashkuam bashkë. U bashkuat për interesat juve marë zakar, se s'keni lënë gjohë, pa i thonë shoqit. Bashkë për që ta e bashku. Kur ne i bindim, lideret, kur do kofshin, me në dhonë logari për votet që kemë dhonë, që atërë keme pas kombinimit mira. Qëfar e të bonë, që tash, majman, qëfar e të bonë? Asë një për të mirën e Kosovës, veç bëhet për të mirën e këtyne personale dhe pozita dhe tenderave, marreve, faqet dhe zesa që kanë me. Kush me kanë? Si s'ka lidhe kush me kanë bëhet tu? Po, Po kupton, nuk m'jep mu shpresë. Jo, po vlas për audiencën, sepse njerëz tjenë kureshtar me ditë. Për audiencën tarë të ka dhejt, për audiencën tarë këta kanë probleme asociacioni. Probabiliteti. Asociacioni o kom perizetu për politiken. Dikush nuk gudzon me votu. Dikur thotë unë jëmë trim s'mallin hesh. Dikur thotë jo, po du më konë hisetar, nga bofshim, nga bu dëtë. Po që ta kanë? Me ndo përgjësin. Po, me ndo përgjësin. Apo thot që edhe në katutën me marë pozitin e shrimin? Po, edhe partia para katutët, unë menoj, po edhe këto parti tjere në katutën. Edhe po gjonë gjingli mengle, jo kështu, shisho, ku të tutën me marë përgjësin, janë nisi gjojnë nimi beon, që shka thonë, beonja qërvishit, a? Po, e vërtet. E që atë e problemi. Kështu që këta kanë me marë përgjësi, du të me marë përgjësi, nuk janë gatë që me marë përgjësi sa na kanë deklaru, nuk janë gatë që me në e realizu, nuk janë ka vlasë vishë për një lider, për gjithë lider, nuk janë të gatë që më asë një, dhe në kanë rajtë komplet, që janë të gatë që me realizu ato shka në ka thonë të sa në kanë një votën. Unë shpresoj një klasë të rejtë që tash, të disa deputetve, metet me pa, prapë po thëmë, se më ka shgëny njerës që ku pas besim atë madhë, edhe më shgëny këta nuk që ditëna, po të të shka befasu për smiri dhe pres më befasu për smiri, për deputetet e parlamentit, se në fundit në e më shtetë parlamentar, dhe këta do të amojnë ndorë punën dhe të të hinër marë, duke fillu. Pej bikëshyrës marës të kompetent bikëshyrës se gjykate, që po qëtë e Kosovës. Ti bindin ata që po, në shenit parlamentit keni me marë plotësim, ndryshim, amandamentit prej parlamentit, o t'ja hek maskën edhe kur mo, s'mës të vinë, as mës dojnë t'jem Kosovës, pa as mës dojnë një pytën poplën e Kosovës, sepse këta e në ata që në përë. A ka mundësi më shbo kje punë? Nuk ka nevoj tash më shbo. Se tash më shbo jesim faj. Ne tash du të me marë verdikt të drejt juridik. Verdikt i drejt juridik. Me këto fakte, dhe i tash, ka jona tje, ta garantojnë 99% është pafajsi. Këta mërmeni aty që i kështë thirë tonë të dëshmitar, po flasë hipotetikisht. Nësi ti ki 4 dëshmitarë do që mbindë mu. Që janë të fuqishëm. Që të fuqishëm që mbindë mu dhe... Se të më thirë 900. Se të të më 900. Do të kjo është ku e mërë krojshën me shku me mledhë dreza, zgjonë kërku të shetit kajtë fushët. Nëse gjonë një trojsh ta mush krojshët që aty e kryjnë e mush krojshën... Edhe jesë me shvijë. Edhe jesë me shvijë, vla. Kjo është ajo që mu mbindë që këta s'kanë kur gjë.
General. Edhe dyta, Po. pse duhet, e shpjeko mu, pse duhet me dalë një kryetare gjykatë si Trandafilova dhe me dalë dhe me bindo opinionin. Bile edhe ty bo be pa shahinin e njërës, po kjo, atë shka kjo, po kjo këthim me sjetë, bre. Kjo këthim me sjetë, kjo këthim për të asaj që ne vete kritikojmë kanone asë me sjetë, mëre. Pja ke metë popullë shqiptarë mi besu asë e në hinin e njën të saja. Trëndafilkës. Po. E ti s'pë në beson ne djemve tonë që në prunë lirin, po në i besojmë ty në marë ti, a jem të shmendu na. Po në vishë prej natit, hinit njën sej, unë djallin tamë shqiptarë i besoj ma shumë. Sa ta për në mësojnë, ata për dhënë, ja, mos u besoj ti luftetarë dhe shqiptarë të karpulli, besoj hinit njën së tame, si e kom kalla atje, po kjo hipokrisi burë. Dhe tutna, si ka si sylesh, si në me i besojnë hinit njën së asaj. Trëndafilovës. Po, e nëse i besojnë, që kojtë jamojnë pak hi, të anojnë të prahajmë e lija. General, faleminderit shumë për mu këndere kënaci. Respekt, faleminderit, unë e di që më ka bona pak e tepër në për misione, sepse unë e di dëshirën, e di vullnetin. Unë e di që ka dhe djemë tjerë që di sa unë e ma mirë se unë me folë, unë s'di pëse kanë ngurojnë, unë s'di, s'po kom qef që po mendojnë më konë, po unë letë dalin, letë folin me njerëzve edhe du të më shqaru. Për te i kësaj, unë menaj që e keni obligim me fol edhe jeni udhërëfy si njerëzve që besojnë në vlera. Uroj tjetë ashtu, uroj prej me ta kry këtë si mision, se unë thjesht po të thëmë e kom kaus. E kom kaus pjesën e Hagës, jo individet. Sepse unë mendoj që me Hagën është tuk në ofy identiteti dhe digniteti unë. Jënë të na përqa, mbrana u që kes. Sepse në u që ke, fatë mirësisht, kem pas edhe kompësi tjera. Kem pas Bosnjak, shumë trima. Kem pas Roma Ashkali se i bun të ashtë disa, shumë trima dhe dignitetshëm. Kem pas djemë që ka nërë për i Gjermënije, flasë Gjerman, Anglez, Suedez, Holandez, në luft. Kem pas djemë, unë thëmë shqiptar, po qenë me shtetësi të Shqipërisë, gjithë këta nuk i kap kjo gjykatë. Edhe po hipotetikisht tjenë kandidat potencial të krimeve, këta nuk i kap. I kap vetëm qytetarin në Kosovë, shqiptarin në Kosovës dhe në UÇK. Kjo gjykatë nuk i kap asë një jevgë, ose një bosnjak, ose një shqiptar që se konë UÇK, po që i ka bo kretë masakët e qytyne që i kemë në përmeje, që i kanë me dorën e tyne ka ekzekutu, kjo gjykatë nuk i kap këta. Se njerës jënë ka përzin, po lypin me i denu ata të Serbisë. Jo, mërë jo, jëmë ka lypin me i denu të gjitha nacionalitetin. Serbin, Romin, Ashkalin, Shqiptarin, UÇK-n, pa UÇK-n, LDK-n, partin parlament, kretë, nëse ka bo krim. Kretë kush ka bo krim. Shtu, on regull, kjo gjykatë, po t'ishtë shtu. Po ja, kjo gjykatë është. Selektive. Selektive dhe raciste në farmënyre. Po na, jere selektive në mranda kombit. Pastaj raciste, kombet tjerë nuk i kap. Ti e shkush, do ti nuk i kap. A pi bjene edhe raciste. Sakt, general. Ta sharoj pak ma, jo për ty, po për njëshën. Për audiencen. Faleminderit shumë, edhe për kohën, general, faleminderit edhe njëherë. Për neve ke shumë kënaqësi, asë njëherë. Faleminderit edhe ata që kanë durim me më dëgju. Mirë po edhe ata që s'kanë durim me kanë pullën. Unë po besoj që është vështirë më të po edhe me kalu. Faleminderit pa fund. Nga ta shetutje kemi edhe një partner tonin, Ozonin, ku shkollazëm me flok, e denit e Ozoni më në mi shku me mjëllë flok, që edhe unë i ku mjëllë flok të të, shumë mirë më kanë bo. Faleminderit këtë partnerve tonë që në mbështesin edhe në bojnë të mundur me bo këtë emision. Faleminderit shumë.